Si ndryshoi jeta e Gjensilës pas divorcit me Besin. Këngëtarja e njohur Gjensila Myrtezai ka festuar pak ditë më parë ditëlindjen. Artistja në këtë ditë të veçantë ka marrë urime të shumta nga miqtë dhe kolegë nga sfera e muzikës, të cilat nuk nguroi t'i ndante edhe me ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Megjithatë, ndryshe nga çdo vit tjetër ku Gjensila ka bërë festë të madhe për ditëlindje, këtë herë ajo zgjodhi që të bënte një festë sa më private. Theksojmë se në rrjetet sociale munguan foto dhe video nga një festë, që lë të kuptohet se në këtë ditëlindje ka munguar një mega festë. Por në vend të kësaj, Gjeni, sikurse e thirrte edhe ish bashkëshorti Bes Kallaku, kishte zgjedhur një ambient familjar, ku ta kalonte vetëm me familjen e saj dhe me miqtë e ngushtë. Gjensila Myrtezai është teje e njohur për zërin e saj të ëmbël, prezencën karizmatike dhe shpirtin pozitiv. Gjensila ka fituar zemrat e publikut shqiptar ndër vite, me këngë që janë kthyer në hite të padiskutueshme.